se kënaqësi të merja pjesë bashkë me qytetarët e Lushnjës, në atë që Lushnjë djeg më shumë, në atë që Lushnjë dha më shumë, në atë që Lushnjë deri tani nuk e kanë zgjidhur kurrë për spitalin e Lushnjës. Kjo ishte qendresë lushnjarës, dhjetra të tjerë me shpirt në bashkuar për efekt të kësaj surrat qeverie e cili ka marrë shpirtin dhe i mbyt me presionin se do të heqin nga puna, por me shpirt kanë qenë sot me ne, me dhjetra mesazhe të gjithë qytetarëve tanë, jo vetëm këtu në Lushnjë, por edhe ata që jetojnë në Lushnjë, që na bashkojnë në këtë protestë. Kjo ishte protestë qytetarësh, protestë për atë spital të Lushnjës, protestë për gjithë ato që mungojnë këtu në qytet. Kjo është e para një serie patjetër, kjo është e para një serie, sot lushnjarët u zgjuan, sot lushnjarët nuk folën për parti, por folën për spital. Është trishtim që të mos t'i dëgjosh këta lushnjarëve në ndaj bëjthirrje. Jo sot na sheshi më i bukur i Lushnjës, i bëjthirrje të gjithë pushtetarëve aty që kanë në dorë fatet e lushnjarëve. E para, spitali duhet kthehet rajonal, është kërkesë e panegocueshme të gjithë qytetarëve lushnjarë. E dyta, rregullimi i gjithë ambienteve dhe jo vetëm e një kasolle, dhe e treta, shërbim falas ashtu siç është premtuar për ato që paguajnë gjithë njerëzit. Pra të ketë mundësi për analiza dhe për medikamente. Ndaj që respekte të gjithë qytetarëve të Lushnjës që protestuan për veten e tyre, kërkuan dinjitet, kërkuan atë që premtohet për shku në Europë, nuk shkohet në Europë me kafshëri, me batërdi, me myk, me lagështi, pa medikamente dhe pa mundësi për analiza. Si që gjuhet dhe vetat e dializës, zgjidhja më njëhershme duhet të jetë kthimi i tyre, gjetja një reparti sa më shpejt, marrja masave që të 52 pacientës që çdo 2 ditë shkojnë atje, që rrin nga 4 orë dhe marrin me veten e tyre të gjithë familjarët, sepse ju e pat me zgjidhjen kamp, duhet të zgjidhja më imediate. Kështu që falenderoj me shpirt të gjithë lushnjarët që ditën bëhen zëri hallave të tyre. Faleminderit.